7 deputet të ri. Çka është interesante e Lidhja Demokratike e Kosovës se kemi një rikonfigurim ose riformim të grupit Kosharës, apo i bie bashkë me një pasardhës, vetëm Xhafer Gashi ka munguar, ka përshtypjen që Xhafer Gashi nuk ka dashur të futet se mos ishte bërë shumë koshare aty. Por kemi debatin që e kam zhvilluar këtu në studion e politikës për Kosharën bashkë me Hysenin edhe Xhaferin edhe Fadela Dërgjojna edhe Anton Çunin, po i bie 3 të jenë bërë deputet. Edhe nuk po them kotun gash kush është në politikë ai bëhet zakonisht deputet. Shumë është interesante kjo punë. LDK-ja kvota gjinore e ka 6. 6. Me 26, me 21, 7. Okej, kjo është interesante. Kush mbeten jashtë nga deputetët aktual? Kjo është interesante. Gash për ty edhe kontekstualizimi i kësaj çështje. Mbeten jashtë mjaft figura, ta themi Zonja Dumoshi, Vlora Dumoshi, një figurë kryetare në pike këtu një dege në Prishtinë, pastaj figura tjera të rëndësishme Driton Selmanaj, nga si alës është të sigurt për Arben Gashin, ish kryetari grupit parlamentar, një figurë mjaft dominante në LDK. Rezartë kjo ushtrisë. Rezartë është me problemin me Xhaferin që jo ka qenë deputete nuk ka qenë. Pjesa, ta qujmë kështu nga pjesa e këtyne kundërshtarëve të potencial të Lumir Abdigjikut dhe kryet frymës rrugës së re. Vesh Abdullah Hoti është aty nga këta kolosët Agim Velinas liste ka shti. Nuk e ka përfil. Si kanë kërkuar fali që ka mbetur jashtë. Ja, se ka kërkuar fali që se ka përfil Lumiri. Dhe tash kjo strukturë e re, shumë e re me 7 emra të ri. Jo 7, 9 ose 10 i ki 3. 7 më dollën mu, nesë. Ja, 9. Jo, më shumë janë. Më shumë. Do dhëtë 50% i deputetëve të ri të regon që para se gjitha që Lumir Abdigjiku, kryetari i LDK-s, ka konsolidu ato që mujna me qujtë leadership. Në grup parlamentar. Në grup parlamentar edhe zëri, edhe fryma e re, apo zëri i asoj qaj e ka qujtë rruga re. Kjo është fitoria definitive e Lumir Abdigjikut brenda zërave kundërshtar, jo fraksioneve në LDK. Edhe është një rifreskim i grupit parlamentar, gjatë të cilin